Para disa viteve më thirrën telefon një musliman nga burgjet e Shqipërisë, në Burg. Aleikum selam. I dënuam me shumë herë burg përjetshëm, me shumë herë. Domethënë, ai edhe me vdek se lon me dal mbi burgit, edhe. Edhe po thotë hoxh. Thot nuk ka ditë më të lumtura për mua. Allah. Në burg. Dhe shumë herë i dënuam përjetshëm. Thot nuk ka ditë më të lumtura se unë, thash subhanallahu. Në burg mrena me kaq dënime të rënda. Po thash hasi, thot se unë para se me him burg jam kon i humbur këtë. S'kom dit as din, as fe, as Allah, as Islam, as nisnen. Kriminalitet veç kom dit me bo. Thot këtu në burg kur hina, u takova me musliman, fillova me mësu fen, u dhëzova fali 5 vakt namaz. Thot mu së më intereson as gjën të shtitër. Së shmërësimu pëse jam burgun e. Unë jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur që jam udhëzu. Për shembull, atë që e shijon ai që përjeton, nësë mund të përjetojmë, se ti s'ke qenë burg kur. Nuk e vujt. Ama burgu është i rëndë. Dhe jo rasisht njerëzit frikojnë me burg, mos e bën këtë se ka burgu. E du them që na, të cilëve Allahu na ka dhënë këtë hedije, duhet me ditë vlerën. Edhe duhet me falëndru Allahu në gjallë në mëngjes edhe mbrëmje. Të jemi mirënjohës. Normalisht falëndrimi më i mirë e më i madh është falëndrimi me vepra. Se me fjalë goje secili thot faleminerës. Ama falëndrimi më i mirë është vepra.